Pa ma kushtrim Mirëmbrëma të gjithëve. Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdimsi ka punuar që të ndërtojë një program që i përshtatet edhe që i përgjigjet kërcimeve dhe rreziqeve reale që kanosin vendin tonë dhe qytetarët e Republikës Kosovës, dhe pa diskutim duhet ta kemi në mendje, ne jemi në një proces të zhvillimit kapaciteteve ose arkitekturës së sigurisë, dhe prioritet për neve do t'jetë pa diskutim që përmbushim planin gjithë përfshirës të tranzicionit të Forcës së Sigurisë Kosovës si një kapacitet kryesor me detyra ushtarake për mbrojtjen e integritetit dhe suverenitetit të territorit të Republikës Kosovës, dhe pa diskutim duhet të fokusohemi në ngritjen e kapaciteteve të nevojshme, por mbi të gjitha në adaptimin atyre kapaciteteve bazuar në kërcënimet reale që i kanosen vendit tonë. Ne jemi thjesht në aspektin e kësaj në një rrugë shumë të mirë të ngritjes së këtyre kapaciteteve ose maturimi i Forcës së Sigurisë Kosovës dhe Policisë të Kosovës është një nivel i jashtëzakonshëm që ka treguar në operacione reale deri tani, por duhet asnjëherë të mos ta humbim hapin që të adaptohemi dhe të përmbushim faktikisht nevojat e kapaciteteve të sigurisë për të ballafaqësuar me kërcënimet reale. Sot kërcënimet ndrojnë formë dhe impakt, dhe në këtë aspekt ne nuk mund të jemi relaks në kontekstin e asaj që kemi ngrit një kapacitet, por gjithsesi duhet të përgjigjemi bazës ligjore, aspekteve kushtetuese dhe pa diskutim studimit të një kërcënimi real faktikisht që e përmenda më herët në plotësimin e kapaciteteve ose jo duplifikimin e kapaciteteve që nuk i kemi në një luksuzitet të tillë. Faleminderit shumë zoti Hazrolli.